Brez kishte një karakteristik, sepse kishte një lloj solidariteti në analizën, në mendim. Do me thënë, ne i qaseshim në për këto drekat, në darkat, në mbrëmjet e vona, duke ndonjë në shkallët e universitetit, me nga një gotë shnapël në dorë, se nuk gjendej Calvadosi për të imituar Harkun e Triumfit të Johannes dhe Ravikut, po diskutimi bëj për të gjitha ngjarjet, për ç'duam të jemi, ç'duam të arrijm, çfarë na pengon, çfarë na bën të palumtur, kush jemi ne, si do t'ja dalim. Dhe Kozeta ishte një lloj elike, një lloj propeller që në një kuptim e çonte gjithë të energji analitike, ekzistenciale drejt një zone në të cilën ajo bëj shumë interesante në diskutim. Domethënë nuk ishte boshe gjithë kjo atmosferë, nuk ishte frivoloze, nuk ishte pa kuptim, nuk ishte kot. Ajo të gjithëve na shërbeu dhe Kozeta Noti kishte veçorinë akute për të qenë në qendër. Nuk je në qendër sepse dëshiron të jesh në qendër. Pra nuk kishte egoizëm aty. Ajo ishte aty si një priftëresh. Domethënë ishte në shërbim, por duke bërë ajo zhurmën, duke bërë ajo menaxhimin. Hajde ti qëndro me këtë. Do t'i gjendemi aty se nuk është mirë.